Rilazën tauhidi dhe akidja është haku më i madh i Allahu xhallahu ala, të cilin hak e bile edhe nuk e falen Allahu subhanahu wa taala nëse ne nuk e realizojmë atë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve në hadithin e Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu i tha Muadhit: "Ya Muadh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah?" O Muadh, a din se kush është haku më i madh i Allahut që ka tek robërit dhe haku i robërve që ka ndaj Allahu xhallahu ala? Muadhi radhiyallahu anhu tha: "Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e din." Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Haku më të madh që kanë robërit ka shi Allahu azza wa jall an yuwahhiduhu wa la yushriku bihi shay'a." Është që ta njësojnë Allahun me besim dhe të mos i bëjnë Allahu xhallahu ala shirk. Gjithashtu për ta kuptuar vëllezërit e mi vlerën e madhe të kësaj bisede që jemi duke bisedu. A e dini vëllezër se në vendet arabe më shumë se 2000 varreza që adhurojnë posa Allahu xhallahu ala? Në vendet arabe njerëzit të cilët flasin arabishtën. Dhe një prej varreve më të mëdha që shkojnë ndoshta me qindra dhe mija dhe bile dhe miliona njerëz që shkojnë për çdo vit edhe i bëjnë sejdë atij dhe i luten atij varrit të Bedawiut në Kairo në Egjipt, me miliona njerëz shkojnë edhe adhurojnë atë posa Allahut. Mos flasim me vëllezër varreza që në Irak, varreza të cilat janë në Iran, varreza të cilat janë në Siri, varreza të cilat janë në Tunis, varreza të cilat janë në Maroko dhe janë në Algjeri dhe të tjera, varreza i vëllezër më të mëdha se kjo ndërtesë, se kjo xhamia Allahu xhallahu ala. Gjeja se në të është i varrosur filan, varreza të cilat janë në Turqi dhe në Stamboll, që me mije njerëz brenda ditës hyn brenda dhe lusin Ebu Ejub el Ansariun apo lusin filanin pe filanin pe evlijave të Allahut, dhe ata edhe mund të jenë evlija të Allahut, por evlijaja dhe as pejgamberët e Allahut para atyre nuk posedojnë diçka për asaj që e kanë në dorë vetë Allahu xhallahu ala subhanahu wa taala. Pra që do të thotë ju vëllezërit e mi, ripërtëria e vazhdueshme e këtyre bisedave, besimi në Allahun, e tauhidit, se s'ka bekush që meriton të adhurohet posa Allahut, nuk betohemi në dikën tjetër posa Allahut, nuk shpresojmë dikën tjetër posa Allahut, nuk frigohemi për dikujt tjetër posa Allahut, nuk e lusim dikën tjetër posa Allahut, nuk e shpresojmë dikën tjetër posa Allahut dhe të ngjashme për llojeve të ibadeteve dhe adhurimeve që e meriton vetëm Allahu. Nuk bëjmë ruku për dikën tjetër posa Allahu, nuk bëjmë sejdë për dikën tjetër posa Allahu, nuk shkojmë t'i lutemi dikujt tjetër posa Allahu të madh te bareke ve teala. Kjo është haku i Allahut, të cilin hak nuk e falen Allahu xhallahu ala, ajetin që përmendi dhe hoxha. Inna Allaha la yaghfiru yushraka, nuk e falen Allahu shirkun, absolutisht vallahi. Në qoftë se njeriu vdes dhe e gjen ditën e takimit me Allahun xhallahu ala me shirk, ai fundin e ka në zjarr të xhenemit. Nuk e falen Allahun në asnjë mënyrë. Në qoftë se ka bërë shirk të vogël, atë patjetër do të jenë në zjarr. Edhe shirkun e vogël nuk e falen Allahu subhanahu wa taala. Patjetër që do ta shijon zjarrin e xhenemit derisa ka vendosur Allahu që ai dënimi ja ka shkry shirkun, atëherë do ta fut në xhenet. Kurse kush e takon Allahun xhallahu ala me shirk të madh, Allahu na ruaj, ai është në zjarr të xhenemit përgjithmonë dhe nuk del prej atij edhe nëse 80 vite i ka bërë sejdë Allahu xhelalu. Ka njerëz o ju vllazit e mi që ndoshta me vite dhe me vite i bëjnë sejdë Allahu subhanahu wa taala, me bashkën në përvareza të mira, në për këllëxhbaba dhe bëjnë shirkiate, Zoti na ruaj. E udhë billah që të dalin para Allahu subhanahu wa taala ju vllazë me sevape dhe vepra samale dhe kodat edhe kodrinat, një moment Allahu do thotë bëhuni hije pluhur. Pse ja Rabbi? Cili ishte gjunai do ka shirku, të cilin nuk e falen Allahu. Andaj edhe Lukmani alayhi salatu wasallam tha: "O bir, mos i bën shirk Allah. La tushrik billah, ma be shirk mos i bëni Zoti xhallahu ala."